janë 180 milion euro vjedhje, shpërdorime, që i ndalë me klane mafioze, dhe delë set këtu në të mënyrë, amë të apo jo. Që është kjo, amë të, më thuj pak, pse do rjetë këtu, në qofë se përdorin, ke lezuoti raporti, apo s'ke lezue? Për ka është raporti? Jeti ministria që ke dhanë më shumë, me 1 euro për la publike. Zoti Berisha dhe ju po vijoni me komente për procedurë, e kuftova ndërhyrjen tuaj, por zonja Kripsa foli për financa publike. Edhe raporti kontrollit lartë shtetit në financa publike merret. Ato detyrë kushtetuese ka kontrolli lartë shtetit të flasë për financat. Dakor, pastaj se si e kaloni ju rendin e ditës, se si nuk e kaloni, ky është një diskutim tjetër. Kështu që ju lutem uluni fjalën, kush do të fjalën e ka zëvendës kryeministra Zonja Balluku. Atëhere, shërat me 1 euro i ke shpikur ti. Shërat 1 euro i ke shpikur ti me nismën Shqipëria 1 euro. Madje i vure Shqipëris edhe një tag, një tabel shitje me 1 euro. Kështu që mos hajde këtu të flasësh fare për shërat me 1 euro se i ke shpikur ti. Sigurisht që do flasë sepse ti nuk më bën mua as një lloj përshtypje. Unë i kam bjetuar shefit tënd, kështu që ti për mua je një biskot shumë e butë dhe nuk më bën as një lloj përshtypje gjërat që ti thua. Unë jam i mbjetuar i sistemit të Enver Hoxhës, ti s'më bën fare as një përshtypje. Tani, me që i drejtohesh zonjave këtu me dorë dhe s'po marrin vesh me këzonje ke dhe ne jemi të gjitha zonja këtu, nëse ti ke akuza, ka qojni atje ku duhet i qoni. Drejtohu Spakut, po kam frikë që ti nuk i afrohesh dot Spakut. I flisni të gjithë këtu, s'keni lënë llaf pa thënë, ajo është duke u përgjigjur për akuzat që i keni bërë. Tregoni respekt për ministrën e bujqësisë dhe dëgjojeni se ç'a thot, dhe pastaj, nëse është e fajshme apo e pafajshme zonja Tabaku, ka kush e vendos. E respektojmë shumë punën e opozitës. Patjetër ju do bëni detyrën tuaj, ju do akuzoni, por ju do shkoni dhe do t'i drejtojeni drejtësisë dhe nuk nderon askënd këtu, as zotrit me thinja që të dalin dhe të thonë që nga ministria më e aftë apo më e pa aftë të gjitha kohërave, sepse nuk e kuptoj me cilin më tregoni cilën vlerë, cilën diviz ke cilën diviz ke ti, ma trego pak ti çfarë aftësie vlerësuese profesionale ke. Kush je ti që vlerëson ministrat në rang nga koha, nga 90-ta deri më sot, se kush që nga ministri më i aftë apo më i pa aftë. Nëse keni ardhur këtu për të bërë debat, bëni një debat mbi fakte dhe argumenta, dhe jo debat mbi ofendime. Debat pa argumenta dhe me ofendime nga ora 10 e mëngjesit deri tani. Kush ka argumenta të dalit i thot, kush ka fakte t'i çoj para drejtësisë, edhe Boll Mondi na bëre analizën profesionale se nuk të shkon. Nuk të shkon dhe nuk ka asnjë arsye pse të marrësh ti përsipër dhe thuash kush është i aftë apo kush është i pa aftë. Kurse për akuzat e 1 eurove nuk na bën fare përshtypje sepse e ke nisur ti këtë strategji, ka qenë strategjia jote me sloganin që nuk na ishet nga mendja Shqipëria 1 euro. Diskutimet, jo ju lutem ju kështu po e fusni në qorë sokak sa ansën, duke marrë fjalë mbas fjale. Në rregull, fjalë mbas fjale, secili për hesap të vet. Dakor, zoti Berisha foli, kërkoi respektimin e procedurës dhe kaq. Respektoni kohën, fjala për replik. Tani e pati reagimin e saj. E di pse reagoi kjo për Frida Gugalen, reagoj se vetë është tër Gugale, reagoj se vetë ai komision, ai raporti kontrolli shtetit nxjerrë atë në kryet piramidës Hajnis. Reagoj sepse kjo është ministrja që ndan
ndërtimet në 2 kilometra, 3 kilometra për të vjedhë në çdo kilometër. Kjo është ministra që ndërton. Me 22-24 milion euro rrugën. Kjo është ministra. Kjo është ministra. Tani le mos fol tani. Fole ti, s'fole unë. Shiko, mor t'jeshe bindur ti që fatin e Arben Ahmetit do kesh. Dhe këtu do jesh ti. Po bërë mirë që erdhe për të marrë ato të Edi Ramës, për të nojtë Edi Ramën. Po ti dhe Edi Rama jeni të pambrojtur. Po qa është kjo mërë? A i thotë se kam gjetë 180 milion, 18 miliard abuzime me qerat, kjo ngrihet dhe bën avokatine e saj. Po se djeng ty, se dhe ti duhet kesh vjedhje të mërshme dhe me qerat nofta. Po kësa kjo është e citur aty. Qa do thotë kjo? Ka një raport këtu apo jo? A i raport është me shifra, a i raport është me miliarda, a i raport flet për 138 miliard. Jo, si e kam gabim, pa me rëshife njërë, me gjithë shpërdorimet, të gjitha format. Po qa gabim, po sa është tatime dhe dogana, më tholi më pak? Eshtë 108 miliard. Pse përsa gabimu? A më thonë, apo se su intereson. Po sa është tek pylli orbital? Sa janë? Zotë Berisha mbaroj koha replikës, kur të merë një talë mund të avionit të rëshimit të kësaj tema. Nuk mund të realizoj me firmen, me insistimin e Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj në dalën e tij të fundit u shpreh se qeverin nuk mund të alvizja unë. Unë ja u them këtu si ish kryeministër. Kur një ministër nuk lviz dot qeverin. Qeverin e lviz kryeministri. Qeverin e lviz kryeministri, i cili ngarkon punojës të aparatit të Këshillit të Ministrave dhe në këtë mënyrë e lvizi Edi Rama. E lvizi Edi Rama, duke firmosur 17 shkresa në 24 orë në një kohë rekord. Arben Ahmetaj ka përgjegjësi të plot, sepse me inspektoriatin e tij financiar nuk mbikëqyri financimet, grabitjen dhe plaçkitjen e parave, dhe tani dele thot publikisht follow the money, ndiq paran. Ndjek paran, po dhe ti do metesh në atë vorbull, Arben. Se jep këshilla tani mas të kujtur. Por Edi Rama është përgjegjësi numër 1, sepse Edi Rama është autori i firmës pasi enti kombëtar i prokurimëve i tha se kjo procedurë është antiligjore. Edi Rama dhe Agaçi firmosen për prokurimin me negociatat të mbyllura. Edi Rama është përgjegjësi numër 1, sepse kompanisë Integrated Energy i dha bonusin 8 pikë në një kohë kur ajo nuk ekzistonte, mbi sipërfaqen e tokës, në një kohë kur një ministre, nuk është këtu ajo zonja, e parlamentit i shkruante se kjo kompani nuk ekziston, dhe me gjithë të shkresë Edi Rama në dhjetor të vitit 2016 firmos për kompanin bonusin 8 pikësh, një kompani e fantastike se ekzistonte. Dhe kjo kompani u krijua vetëm në gusht të vitit 2017. Edi Rama është kokë e krimit, është kokë e organizacë kriminale, sepse edhe në ekoparkun e Porto Romanos, Edi Rama e njofton si një novitet, në një kohë kur seksert e Edi Ramës kishin krijuar kompanin për ekoparkun e Porto Romanos 6 muaj para se Edi Rama ta shpalte publikisht
se i kishte lind ideja për një ekopark. Edi Rama është i lidhur ka me krye, edhe në këtë rast. Sepse thjeshtra e Edi Ramës në kompanin i ri ishte përfituese e projektit të ekoparkut. Sikundër thjeshtra në kompanin i ri është fituese e tendrit kompania i ri, bashkë me Fernandez është një kompani, e tendrit prej 30 milion eurosh të ridhërtimit të muzeut. Po ti më ministër drejtësie, qaj po ti firmos gjdo firmë të ti? A e kupton apo jo? Ka patur para te ministra që nuk i firmosën. Ti edhe kur s'firmos, vjen u bën avokatim këtu. Jam si ministra tu që firmosën Gërdecin ose nuk. Ti edhe kur s'firmos, po, shko dhe arreston Lefterin atje, arreston Lefterin për t'i bo qefin Belindës. Absolutisht, ti arrestove. Po, dëgjo mua ti këtu. E arrestove Lefterin për t'i bërë qefin Belindës, se Belinda është bërë kryeministër tani. Po s'të shkojnë këto intrigant. Pra, kjo është e vërteta. Po dhe një po. Rrale e di gjithë dibra. Absolutisht. Ndaj dhe Arben Ahmetaj letë shkoj atje, po s'kapi partiz s'mund t'i hedhë hysyrë shqiptarve, se kreu i Meduzës është Edi Rama, Edi Lagaci, është Erion Velia, a e mërë t'juve se u gjetën 20 milion euro takaj të balone si quët mafiozi, i cili ka firmos se disponoj 121 milion euro për djegësin e Tiranës. Tani merë patë e taks paguesve. Merë patë e taks paguesve shqiptari fshetë në përmjet Erion Velis. Ndaj dhe mos mendoni ju se do mbyllët kjo aferë me Arben Ahmetin. Me gjithatë thirrja ime është Arben Ahmetit të bësh i pendur i drejtësisë. Ke vetëm një rrugë, ke vjedh për të vjedh, mos e diskuto se nuk je kurti që s'ke vjedh, po ke vetëm një rrugë të pendohesh dhe të zbërthesh para kombit tënd, para popullit tënd, të gjithë veprimtarinë e organizatës kriminale, po edhe ti në Petersburg ishe ti. Se kur unë të thash ty që je përfaqësuesi i rusëve, kur thash unë që ishe je përfaqësuesi i rusëve në ekonomi, fillon e po tërfullon. Do të tregoj datat që qenë në Petersburg dhe takime që ke bërë. Zoti Berisha, mbaroj ja pra, urdhë, të lutëm. Mbaroj. Jo, ju lutem, Zoti Berisha, ju lutem.